Ili, përfitoj nga rasti të të bëj edhe njëherë pyetjen tashmë të njohur. Nga vjen emri Fier si mas hamendësimit ose argumenteve që ti ke si historian? Deri përpara 10 ditësh ne kishim 2 teza për themelimin e qytetit Fierit, të cilin ne i kemi si historian, si publicist, i kemi botuar prej vitesh në shtyp dhe i kemi prezantuar në median e shkruar dhe elektronike. Ka që varianti i parë që vjen nga fjala Fiera Panajir, që mendoj se ishte përpara pushtimit turk, ku venecianët vendin e tregut të Myzeqes e quajtën Panajir, treg, Fiera, por që për mua nuk qëndron një gjë e tillë, ky hamendësim. Bëhet fjalë për vitet 1700-a, ku bëhet fjalë përpara viteve 1700, bëhet fjalë për vitet fundi viteve 1385, 1417, sepse në mesjetën e vonë, po themi, në mesjetën e vonë, por deri atëre ka kaluar pushtimi turk dhe një emër i tillë nuk mund të ruhej. Teza tjetër pasaj që është teza më e njohur, është teza me origjinë bimore. Meqense kemi sheq i madh, sheq i vogël, pra sheq, meqense kemi shkoz, lagja e sotme një maj, meqense kemi driz pak më tej, meqense kemi kallëm kashisht, Fier Qefqi. Mos ta ngatoj me Fier Qefqin. Sheq Marinas, sheqishte, pra kemi Ferras, kemi vende me origjinë bimore që mbizotrojnë në Myzeqen e vogël, dhe emri i Fierit vjen nga Bima. Nga Bima e Fierit që rritej buz Gjanicës dhe rrëz kodrës së Shkozës. Teza e fundit pasaj që është hedhur, hipoteza e fundit është hedhur nga intelektuali Fiera Kozmadashi, i cili në një tekst, në një libër historik dhe etnografik të një autori rumun, Burineanu, të vitit 1905, i cili ka kaluar në Fier, thekson se fjala Fier vjen nga fjala ferra, nga përpunimi i fjalës fer, fereca. Ndoshta nuk është e drejta ime që ta publikoj këtë, dhe njëkohësisht nëpërmjet valve të emisionit ton jap dhe një ngacmim dhe një shtytje mikut ton të mirë, inxhinierit elektrik Kozmadashi, që t'jeti pranishëm